Arsyet për cilat kjo kirurgji aplikohet janë të ndryshme, ka sëmundje të shumta të cilat trajtohen me këtë mënyrë, duke fillu prej gjakderdhjeve që mundin me ndodhen në trupin qelçor, të cilat e bllokojnë kalimin e dritës në ertin, edhe shkaktojnë një vërbim, i cili mund të konë, nëse nuk trajtohet, nga një edhe i përhershëm. Gjakderdhja në trup qelçor është një gjakderdhje e cila çon në vërbim, mirë po jo të pakthyeshëm. Nëse nuk trajtohet, edhe nëse gjaku met në të pjesën mes lensit e retinës, edhe nuk kanë mundësi rrezet e dritës me kalu deri në retinë, atëherë personi është i verbët, mirë po edhe mas shumë kohë nëse trajtohet. Ato raste kanë gjithmonë sukses sepse retina është rrugë, pra indet janë funksionale, mirë po ekziston një pengesë në kalimin e dritës deri në retinë. Edhe nëse shkon e merr një thers multifokale se pagun për ta, pritjet nuk duhet me qenë që kime pas sikur me sytë të shnosh kur e ka njeri, se nuk janë ata sytë fëmijëve që të mohon. Nuk janë sytë të ri, po janë për momentin nështë korrigjimi ma optimal që ekziston.